Zgjedhjeve përplasje do t'jenë edhe më të ashpra, por për tek sa e konsideroj të rëndësishme ajo puna që është bërë në Poduje për qytetarët atje edhe përmirësimi i kushteve të vazhdueshme. Për tek sa e konsideroj që është bërë një punë e mirë në këto 5 vite të qeverisjes së zotit Bolliqi atje. Kam pak më shumë informacione se për komuna tjera nisur prej faktit që atje jetojnë edhe familjarë të mi, po për tek sa e konsideroj që gara është e hapur, qytetarët e dinë çfarë është punuar e çfarë jo, kanë të drejtë të dalin edhe të votojnë për kandidatin që ata mendojnë që ofron më të mirën për Podujevën. Ajo që pam sot, pavarësisht disa përplasjeve aty këtu, nuk i te kalon ndoshta as gjuhën e vrashte, as këtë etikën televizive, kështu që në rregull është fushata për shkëndijim. Po sido që tjetë e konsideroj që... punëve konkrete, Photoshop është, unë jam... Realisht, ai duhet të thotë diçka, se megjithatë është në garë. Kundër kandidati duhet të thotë diçka, sikur se kandidati ka drejtë edhe të egzageroj me punën që i ka arritur, sepse është lloj PR-it, është aftësi në fakt politike. Jo, lutem, veç të them diçka se kjo sa i përket shumave dhe shqiperave që po përmenden në raste të caktuara, është e rëndësishme që të ceken se ato projekte a janë afat shkurta, afat mesme ose afat gjata, se nëse janë afat gjata, pa diskutim kostot e tyre kanë me qenë disa herë më të larta, sepse nuk kupton përfundimet e projekteve të mëdha, ndërsa në fazën fillestare mund të jetë ky zotimi prej 50 milionëve të cilin veç e kanë përmend si shqiper. Vetëm për sqarim kjo, se për shembull nëse ka projekte që i kërkojnë 2 mandate, edhe 50 milionë që bëhet në bazë të shpërndarjes buxhetore të komunës. Pa diskutim, por kjo nuk e privon